Kjo do t'jetë pauza e parë në luftimet mes Izraelit dhe Hamasit që prej fillimit të luftës që do të zgjasë 4 ditë. Marrëveshja erdhi pas disa javë negociatash të udhëhequra nga Katari, Shtetet e Bashkuara dhe Egjipti, sipas një zyrtari të lartë të administratës amerikane. Qeveria izraelite votoi në orët e para të së mërkurës për të mbështetur marrëveshjen, e cila do të mundsojë lirimin e 50 grave dhe fëmijëve që mbahen peng në Gazë, disa prej të cilëve mund të lirohen që të njëjtën. Po kështu, autoritetet izraelite kanë bërë të ditur se për çdo 10 pengje shtesë të liruar, ata do të zgjasin pauzën në luftime me 1 ditë. Në këmbim, Izraeli do të lirojë 150 gra dhe fëmijë palestinez që mbahen të burgosur në këtë vend, si dhe do të lejojë qindra kamion me ndihmë aty në Gazë. Ndërsa përshëndeti marrëveshjen dhe aktorët e përfshirë në të, presidenti Joe Biden vlerësoi angazhimin e kryeministrit Netanyahu për të siguruar që ajo të realizohet plotësisht, për të mundësuar, sikurse tha, ofrimin e ndihmës shtesë humanitare për të lehtësuar vuajtjet e familjeve të pafajshme palestineze në Gazë. Presidenti shtoi se ai nuk do t'i ndalë përpjekjet deri në lirimin e të gjitha pengjeve. Sipas të dhënave izraelite, militantët e Hamasit morën peng rreth 240 persona gjatë sulmit terrorist të 7 tetorit, gjatë të cilit u vranë dhe 1200 izraelit. Deri më sot, Hamasi ka liruar 4 pengje. Të martën në mbrëmje, krau i armatosur i grupit militant palestinez Gjihadi Islamik, i cili gjithashtu mori pjesë në sulmin e Hamasit, tha se një nga pengjet izraelite kishte vdekur. Ndërkohë familjarët janë në ankth për kthimin e të afërmve të tyre, sikurse 63 vjeçari Gilad Korngold. Hamasi ka marrë peng 7 anëtar të familjes së tij, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ai shpreson që ata të jenë të parët që të lirohen. Duam të dim nëse janë gjallë, nëse janë mirë, dhe ky është thjesht minimumi. Ky është një krim lufte, ata janë civil. Autoritetet në Gazë thonë se që nga sulmi i tetorit, bombardimet izraelite kanë rrafshuar pjesë të mëdha të rajonit të sunduar nga Hamasi, duke vrarë më shumë se 13.000 persona dhe zhvendosur 2.3 milion të tjerë. Pavarësisht marrëveshjes e cila do të nisë të zbatohet së shpejti, sot në Gazë u dëgjuan shpërthime të shumta. Banorët në Khan Yunis e mirëpritën marrëveshjen dhe bën thirrje për një armpushim të përhershëm në mënyrë që njerëzit i kthehen jetës së tyre normale. Shpresojmë të shohim zgjidhje pozitive nga kjo. Ne lutemi për armpushim dhe që njerëzit të jetojnë në paqe në mënyrë që të kthehen në punët dhe shtëpitë e tyre e të kenë stabilitet. Para se të shpallej marrëveshja, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ndërhyrja e presidentit amerikan Joe Biden kishte ndihmuar në përmirësimin e marrëveshjes paraprake, duke përfshirë një numër më të madh pengjesh dhe mundësuar më pak lëshime ndaj grupit militant. Zoti Netanyahu tha se megjithatë misioni më i gjerë i Izraelit nuk ka ndryshuar. Ne jemi në luftë dhe do ta vazhdojmë atë derisa të arrijmë të gjitha qëllimet tona, të shkatrojmë Hamasin, të kthejmë pengjet e të sigurohemi që asnjë entitet në Gazë të mos kërcënojë Izraelin, tha zoti Netanyahu.